Një rast, njëri prej sahabëve të profetit alayhi salatu vesselam po i hidhte ujë profetit Zotit, po e ndihmonte të merrte abdes. Profeti alayhi salam mori abdes dhe i tha robit Zotit, shokut të tij, i tha: "Më kërko diçka dhe unë të ta mundsoj." Dhe më pyetja Muhamedi alayhi salam konsistonte në diçka materiale, se dije që varfëria ishte e përhapur në kohën e tij. "Më kërko diçka që të ndihmoj." Sahabiu i tha: "Kërkoj xhenetin o i dërguar i Zotit. Kërko diçka tjetër, pra nga gjërat e kësaj dynjaje, nuk dua asgjë o i dërguar i Zotit. Unë kërkoj xhenetin." Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha një fjalë të madhe: "Nëse ti kërkon xhenetin, atëherë më ndihmo mua me shtimin e sejdave. Më ndihmo mua me shtimin e sejdave. Nëse sejdet nuk janë të shumta në jetën tonë, nëse namazi nuk është në rregull në jetën tonë, atëherë si ne jemi në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." Ky është morali numër 1 që duhet të tregoj dhe të përmirësoj besimtari musliman. Nëse flasim për gjëra madhore që duhet jemi kështu si muslimanë, duhet jemi ashtu, ndryshimi vjen nga vetja, ndryshimi fillon me praktikimin e namazeve ditore.